Ere, Hoxha, Përshëndetje. shëndetje. Qa bëni si jeni si kaloni? Mirë si shkondi. Mirë, përshëndetje të bëgjia. Përshëndetje. Ku jere, Hoxha? Ja, kore këtu, o prove, këtu ku jam unë duke që ku jam si për teje. Në vi studia, e vla, hitën ato bëgjia, që më keme mua. Kore, këtu më nëzirë ekrani, s'di jo. Dëro vende të shok. Ka mojësin këterë, mban mojësia, që keti. Oj, me moj si me që duesh, që më duhet mua. Ore, që ishin të mua bete të gjë, dhe unë se unë sigur kam jevi të mere me lafe. Ore, me lave kanë qeftë, mere... Po s'pushon telefoni, moj qa pas ke qenë, moj të... Ore, Hoxha, qa bërë? Edhe i shok Mojësi, tjetër dhe më thot tani mos ma gazmo të Tash gjyre. prote, rri mirë. Qa bërë të vlejë? Edhe i tjetër, edhe i shok tjetër. Pu. Dalë se këta do ta marrë me telefonin tjetër, këta e marrë me telefonin personal. Qa bërë të profesor? po të bëgji. Po. Po pëse maj mërzit është se profesori po bën shaka. Jo, profesori nuk bën shaka, Hoxha. Jam këtu për drejt. Hoxha, profesori nuk bën shakare. Nuk i dua shakatu në Hoxha. Ore, a i më dha mua në telefon se unë e mora. Isha i mërzitur i tash, ore profe i tash, qa bëtua më dha mua? O Hoxha, se shakara po bëj. Jo, Hoxha, më mori i pari, më mori seriozisht fare. Ja më dha mua kujdesta se do goditem. I tash si do goditem. Po, ore më dha mua, ki kujdes. Qa bërë të vlejë? Mojësi, Kujë të si? lifti. Po Mojësi, Në? po ti beje ti këto punë se edhe me bish po profja? E po se gjedi. Se me Pa dhe revesh. të latër bish të vje me këta që kanë lok gjata Ja haqë. se mustaqe ti ke prerdi. Edhe të latër di, edhe të Po, latër. dhe lafë. Ore, o Mojësi, po ne që jemi qerosa që sikur na hetën se na ndryqon tulla. Qa Hoxha? Se unë jam me qerose, Tani, o profesor. Po. Po pritë Hoxha se s'po më kalon poshtë ajo që më bëri. Tani, o Po qa të profesor. bera, të befsha gropën, qa të bera, moj. Po ta Po, befsha po- unë gropën se jam unë kricikuqe, nuk je ti. Po të befsha, ta befsha kështu. O profesor, pyetja e fundit o profesor. A është e vërtet? O profesor, pyet. O profesor, rri pak drejt se ti Po, kur rri pra, drejt ti bravo, kuptoja gënjena thot vërtetën. Po. A është e vërtet? O profesor, atë që the po jo. Pa tjetër që fjalët e mia janë duke marrë parasysh aparencën koherente forcës primare temperamentit drejtëruesi dhe tepër jomistik, vendos të them me bindje dhe me qëndrim statike. Gjitha kjo ishte një pjesë për të ngasmuar pak të obgjin, pavarësisht sepse ne kemi pasur dhe kemi një simpati për njëri tjetrin, duke pasur respekt dhe dashuri të veçantë dhe ruajmë atë, dhe është e gjitha vetëm për të ngasmuar të obgjin. Kaq. Do me thënë ishte e vërtet ajo. E ka Ore, o Mojësi, prit një sekundë se mua s'më del, tani me i Nuk të del dukeria, Hoxha. Jo, këta pas ka një pëlqim për njëri tjetri. Bravo. O ti madh. Ore, Tjetër, ore çuna, ore mos i ngatroni gjëra atë. Është tjetër gjë tash, nuk është ashtu si mendoni ju. Është krejt ndryshe. qa Ore, bërë. profe, li mire ke, po qa të bëjmë në fshartarët gjithë marim vese, dy klatë shkollë kemi bërë atë keqe. E po qa të them unë e vlla, si fshatar që je ti vazhdo programin. Mirë jam, drejtë, Ashtu drejt vlla. Ja, mafioz është, ha? Unë jap tërheqje për veti. Ore, qa bëhet kështu? Ku ndodhem unë gjithmonë po ndodhin disa ngatresa këto kohët e fundit, kështu kot pa lidhje. Ja, unë jap tërheqje ati Hoxh. Unë nuk i tratoj shok për i femen, të 320 veta kaloni krejt ka profesori, do hy mas 2 orësh mas e dali profesori, se nuk e shof me 200 veta do të profesori live, duhet që të ngritë audienca. Unë ju përshëndes. O Mojësi, të gjë... ne që po ikin këta të tut, ikni dhe ju të mitore, ikni dhe ju 3300 veta që kam. Okej, zëmra. Hajtë ju përshëndes të treve atë zirë. O quna iga, quna se kam të punë, edhe ju rritë zotit do hy ma vonë atë i quna.
O, Mirë Mojsi, pafshim Në Mojsi. respekt. Po Mojsi, mbledh Dorezari për lojën. Kam mbledh një 10, i kam mbledh edhe do nesër. Duhen 20 o valla. 20 doreza. Një 10 i kam mbledh deri tani o profesor. Okej, 10 na darka, po që hym rrim me fjalë bëjmë bashkë me Doreza. Bashka profesor. Hajde se shihna çuna jurit zotit. Okej. Haj. Tani që ngelem kështu tek e tek, si e kishe këtë ti prap po të pyes, se për zotin nuk më pëlqeu. Do më fali një sekund mua, dëgjoj, këtë mua betin tuaj, do ta mbaj mend. E di si është mua beti o profesor, se ti pas ke një 300 veta dhe di sa mirë më përshtatet mua, se unë kam 5.000 pas mbejnë punë. Po. Tani, kjo shkodrania me këtë sabin, ju thot hoxha ju shkërdefsha rob dhe ju qifsha miun e shpis, bagjellat e mudit o kurvat të ndyra, që shkruani në privat për gifte, lypset e mudit, o të degeneruara, o ju shkërdefsha pragun, dhe e lini rehatat gocën atë rovenën, e lini rehat me të smundje që ka. Mos e gacmoni, qkini që gacmoni, fizderet e mudit, po ti më shkodrane, se e i kam të gjithë TikTokët që kam pasur, më dërgoje 5 milion herë live-in, më i ba gjelle mundit për gifte, më i të qifsha ropët mu në pith. Po ti më i sabi, më i kartore, më një metroshe. Sa kam unë roqë një e tëra, më i barë gjellë. Besoj se mesazhi vajti atje ku duhet. Jo, vajti ti vej, edhe në pith të motrës le të ven. Besoj se vajti mesazhi. Unë jam në djenit ati muhabeti, jam djenit asaj historie. Ka dalë edhe një video. Dëgjoj tani, profesor. Nuk më ka pëlqyer. Troç. Po, ti zotrote, ke hapur një GoFund për këtë çupën rovenë që ta ndihmoni më apo jo? Po. Tani, kur ne kemi hapur një GoFund, e çdo njeri mund të flasit çfarë doj në privat, si flet obgjeja, si flasun, si flet ti, si flasin gjithë ne. Kurse këto ropshiret, të thot hoxha, për pam, për gift dhe për roç, po kush i qin ato, i qin jamiun, ato vinë në rasht lirë. Edhe ajo qëndron. Unë jam në djeni jo, hoqë me thënë të drejtën, po puna është këtu, la. Se desh më doli emri jo. Puna është këtu, tashi. Më ka dalë një video që është përmendur emrim. Po, Dhe në muhabet e si për dy shoqe bashkë kishin diskutuar për mua. po, Me thënë të drejtën, unë nuk u ndjeva mirë edhe nuk u ndjeva për të reaguar, e kupton? Se po nuk ishte përmendur emri, do kisha reaguar. Por, përderisa më ishte përmendur emri, për punë ka lek, s'ka lek, gjëra të tilla, aty pastaj thash, le të hanë kokat me njëra tjetrën edhe u tërhoqja. Po, nuk janë të mira me thënë drejtën. dëgjoj, profe, ne jemi meshkuj apo ne nuk do merremi me femrat. E kupton? Tani, edhe unë e pash dhe video, Ndaj nuk u mora fare. edhe unë e pash video, e kupton? E videon që ishte thënë që, po profesori ka kështu e ka ashtu. Unë e kam parë para se dilte në treg. Lajmi parë kalon të hoxha në xhami. Tani, unë e kam parë video dhe mendimin tim, ne jemi meshkuj, do merremi me femra, e kupton se tha Rovena një gjë dhe atë që tha Rovena, nuk e tha nuk ishe në një për kejta, sa le kanë këtarë dhe veni hedhin, e kupton, ajo të ngriti roçkën ty, po ta mërës në një anë. E kupton, hoxhë? Në atë kupton, okej, në rregull se... Po, këto rob shire të profesor, këto moracaket, këto fizderet, se shiko mua, unë jam dakord të dali një njeri drejt këtu la, që nuk ka hyrë as për gift, as ja kari pras një gjë, ka qeni drejt tërkon, edhe thot, pore, këte. Po të dalin dy fisqire, dy moracake, dy fizdere si puna shkodranes, që nuk ka lën roqë pa lëpir, për gifte, po dale atë qivja miun, po dale, po kjo kurva tjetër, kjo bagjela tjetër, kjo sabi, që është kjo një metroshja, sa ka mu roqën. Kush është kjo? Po është një ropë qire në varikarse. Kjo që bën neve. Po ja the mun sinqerisht dhe personalisht, sepse dëgjo, ne jemi njerëz mbi tëra. Njeriu ka një smundje, e linjër me smundjen e tij, edhe ja u thot hoxha, kushdo që merret me këtë çupën, me këtë rovenën, do t'i shkërdej miun unë, do merret personalisht me mua. Unë kam hedhur një 5-6 milion euro në TikTok. Tani do vazhdoj të hedh një 2-3 milion për të qirë ropt juve ropshirave dhe ropqireve. Ju shkërdefsha pragun. Morët vesh? Mbase edhe nuk njojnë kush jere, hoq, duhet u arikujtosh qikore. Po motrat mund pisë, se s'dua as t'ja rikujtoj as një gjë, ta din se, o profesor, unë po ta them vlla,
sinqerisht, dhe unë base dalë këtu bëj shumë gabime, okej? Por, muhabeti është që në momentin kur ne jemi të drejtë me veten tonë, do dalin ne do gjykojmë tjerët, po kush je ti? Në radhë të parë, e dyta, kush je ti do më gjykosh mua? Je një copë baxhelle, je një kurv, me plot gojën, kurv, të shkërdefsha pragun. Thoj edhe njëra të fjalën që fillonte me k, se dilte këndshëm, qa është? Kokre kurvës! E diti qa i thonë, t'jesh me tjetrin makinë, edhe mos pranosh t'ja marrësh ngoj, po thua, hajde po shuru, se kështu jam mësuaru. Yti shifsharop mu, pidik me asistent sociale ande nga Franca, nga merë, të shkërdefsha racën. Edhe ajo baxhella tjetër që del TikTok e bën si njësha, ajo një metroshja, se sa kam unë roçkën, është e tërë ajo, izdërja. Mos dili e të shani njerëz këtuare, ju shifsharop se jeni nga mëgjezi deri në darkë, bëni lojra, i shkruani gifterave, po hoxha ka një 30 adresa t'i nxjerr tëra këtu. E nësa adresa ju kam shok, e ndërgoni live-in a 5 milion herë, ju shkërdefsha miun. E dilni shani, një çup si Rovena, që del troqo vlla dhe thot, unë jam e smur me këtë smundje, ja, fakt, o vlla dua lekore, se s'punoj dot. Troqo vlla, ku ka? Po ju dilni, po shisni byzën ju qisha kurvën mund pirë. E po dilni tani, e doli të shani njerës si puna Rovenës, apo si puna Top Gjis, që si Akari ka 10 dyqane, e di për gifte TikToku, ikni ja shifsha mi unë e shpis. Kisë kurva lesh pushtra. Se kjo ka kohë kjo histori, hoxha, akoma nuk është mbyllur. Shiko. Gjivë të me. E di si është muhabeti kur vazhdojnë prove, se unë, e di pse jam pregur vetëm për 2 gjëra, kur i kam parë, një. Në TikTok kam hyrë unë, jo familja ime. Kësaj qupës i kam zirë foto familjare, o vlla, nëse unë kam diçka me Top Gjin, unë mere me Top Gjin, pun kam unë me prindrit e Top Gjis, me vlezit, me nipër, me mbesa. Ore vlla, që ajo është gabim, ne e dim shumë mirë, edhe unë e di dhe ti e di, e kupton. Po unë të thash thjesht, unë e mora ndryshe në momentin që ashuat muhabet, edhe në ajo nuk reagova, se ti e di shumë. Riko Kartel Pikt, gjoj sekund. Unë për vete time jam shumë në regull dhe jam shumë okej. Dhe unë për vete time nuk e kam përdorur që nga dita një, deri në sot që po flas, për interes personal që të bëj lek në TikToku apo të iki të ha me lek të TikTokut. Nuk e kam berë. As nuk kam ndërmend të bëj. Zero. Zero e hapur. Po, edhe pra të që unë njoha dhe më njohën njerëzit, a e di pse më njohën njerëzit edhe më shanë njerëzit e quna? Se bëra këtë thirrje që po e them sot. U thirra këtyre njerëzve me audiencë. Bëre gabime dhe intriga. Jo, re, bëra unë gabime dhe intriga? Si bëra gabime dhe intrigat? O Dimitris, duke ndihmuar njerëzit? Si bëra gabimet edhe intrigat? Duke dhënë lek në xhepi? Si bëra gabimet edhe intrigat? Duke i gjuajtur dhe duke i dhënë të gjitha ato lek që njerëzit më hodhën? Si bëra intrigat? Duke më munduar me mishe me shpirt për të ndihmuar çdo person që njerëzit dhe shoqëria i ka harruar, i ka lënë në arrest? A bëra gabim, thot Mili, o bëra gabim duke folur të vërtetën. Bëra gabim se fola të vërtetën. A bëra gabim se fola të vërtetën? Ky ishte gabimi im. Se fola të vërtetën. Se thash që të gjithë ta këtu janë vetëm për interes personal dhe nuk kanë ndjenja njerëzore. Se nuk kanë ndjenja njerëzore, për këta e bëra gabim, se fola të vërtetën që këta janë që t'u ven shkelbi në fyt juve që gjuani u aven? Ha? Si e dini ju? Ky ishte gabimi që unë bëra. Po ju harroni. Bako Zhupa. Ti bëj pa dalë në TikTok. O Bako Zhupa. Më dëgjoj sekond. Në cilin rrjet social ka më shumë njerëz që ka më shumë audiencë dhe qarkullon ky leku? Cili është rrjeti social që njerëzit hedhin lek? Ti më thuaj. Dhe unë po them diçka, se me mirë më Zhupa. Unë po them diçka. Ditu them
që unë këtu nuk kam dalë dhe kam thënë kam miliona euro për të dhuruar. Qofse kam milionat i kam për veten time, edhe më duhen edhe për jetën time. Me aq sa mundësi kam, kam ndihmuar me lekët e mia dhe vazhdoj të ndihmoj. Por kam thënë edhe diçka tjetër, që këtu personat publik, për mendimin tim, kur bëhet thirrje për çështje jete duhet përgjigjen. Qofsha unë i pari. Qofsha edhe unë i pari. Edhe unë i pari, duhet përgjigjem. Duhet përgjigjem, me këto lekë që më gjuani ju. Sot, atëre, unë sot kam bërë, me fjalë $12.600. Tashti, në momentin që unë kam bërë $600, si të them unë pastaj, nëse duhet ndihmë, që s'kam unë të jap $10. Si të them s'kam, kur unë i bëra 600 tani. Si të them unë, nuk kam. S'kam $10. Se ka këtu, që thonë, nuk kam unë s'kam për të dhenë. S'kam unë, me gjithë qef jepi apo nuk kam. Si jo nuk kam unë. Se unë i bëra $600 tani. Si nuk i kam unë $10. Hajde se 60 mbase si kam, ore. Edhe 50 mbase nuk i kam. Edhe 40 mbase jo. Po as $10 nuk i pas kam unë. Sa keni parë ju këtu rotull që nuk i intereson fare se çfarë bëhet. Kam kohë që të ndjek dhe djali mito, po në TikTok shumica që dalin thot janë vetëm për vete. O bako zhupa. Sa përqind e TikTok kanë ardhur këtu me ndihmu njerëzit thot kur ti ke bërë thirrje. O tigër, shumë pak kanë ardhur. Shumë pak kanë ardhur. O i qytet bërës, shumë pak kanë ardhur. Ere moj si do da. Ky është profesori Madhërisha. Përshëndetje profe. Përshëndetje të bëgji. Shif vërtit se qa respekti kam unë për profesorin. Tani o quna, nuk e shoh profesorin me 300 veta, do të shoh 500 e sipër. Kalon ishte 320 veta ju, këtë ke profesori. Po e ti shumë faleminderi do po, qëne tu engër ka gjatë mua beti me Top Gjin. Po te, kam pas shorset vjetër e dzia, po kjo, ti është të mërzit njerë me mu, po erdi përsëri, se pra vinë ke unë profesor, kur të kam thënë unë që të tonë do vinë ke unë ti se ke besu. Ti profe u bëre gjelos, se s'po të kuptoj unë ty. Jo, thjesht po e pyes si ka mundësi se tani, me thënë drejt në mojë si doda, ne kemi lënë takime Top Gjin edhe për një 10 ditë, do të takohemi dhe mberi për shtypje dhe si ka mundësi. Kush la takime ty ere, mashtruto. Nuk dhja si zonë, nuk dhja zonë. Nuk dhja zonë, profesor. Nuk e di ere mësi. Po rren kyre. Sa rrenë, profesor, sa rrenë. O Top Gjin, nuk e lanë që do të takohemi bashkë? Ju keni folë të dy bashkë, s'më ke thënë Top Gjin? Edhe lojnë ta mora, edhe po rren. Bravo, bravo. O Top Gjin, a seriozisht e bërë edhe këtë gjë? O Mojzi, po ti e beson? Jo, profesorin kam fillu me e besu dhe kur rrenë ka herë. Me thënë drejtën o Mojsi, të isha kas, Top Gjia ka dashu që të takojemi bashkë, po unë nuk e kam pasur mundësin dhe e kemi lënë një takim në tentativë që mund të ndodhë. Dashur e ti. Jo unë, o mashtrus. Dhe Mojsi, ky është realiteti. Pastaj, se si i rrotullojnë gjërat femrat Mojsi, ti e di vetë, ti alisgjuar i kupton. O njerëz, ju që jeni këtu gjithë komentuesat që keni pa atë live-in, kaloni na profesori dhe i thoni që është. Po ça live-i, moj live. Komplet, të gjithë. Mo them çka kemi folur ti thoj live-i. Sigur kemi folur vetëm live ne. A pika. Pika mashtrusi, ore i që nge bëri çfarë? Pika. Moja. Profesor? E mojs? Vërtet? Ore, po tash, më ke dëgjuar mua në njëti them në gjë që s'është. O profesor. Unë mbyll lajkin kaloni ke profesorit të bëjnë. Nuk e them çfarë dua më nxirret tot ajo. Moj ti, Top Gjin, si ta nxjerr moj? Pjere, profesor, rri mirë se të kemë disa unë tani, rri mirë. Jo, po nuk e nxjerr shumë publiku. Çfarë thua moj? O Mojzi,
Sa radhë duhet të besosh mua, për zot. Jam edhe unë dëshmimtar këtu do të ka them për takim. Patriku. Për takim? Ore tani, ore Mojsi. Jo ka kështu, po mund të kesh shkruar mbi 20 herë. 20 herë ke shkruajti Top G profesorit? Mbi 20 herë, Mojsi, që të jemi transparent. Mbi 20 herë. Jo Top G, gjoj sekund. Pse Top G nuk e pranon në qoftë se ti doje kaq shumë të më takoje? Pse e mohon tani? Apo se të thash unë që jo, edhe tani thuaj. Qa thua more? Po profe, po nuk të dija për këtë. Dhe madje të kam thënë kështu. Dhe madje të kam thënë, në fillim të thash, mirë tha se do vi unë të takoj. Dhe më the jo, the do vi unë aty te ti. Wow! Po ti bëjmë pyetje. Jo të përcije keqa me rob shtëpie, prishë lajm. Trego të vërtetë. Edhe madje, ke qenë edhe me një shoqe, edhe tha ajo, a të vje edhe unë tha. Ta shoqëroj shoqen mos ta lë vetëm. Po pra, ka qenë ajo Ka qenë ajo që fliste italisht. Pret, tani, pret, pyetje tani. Këtë do t'i Top G, mua apo profesorit? Po tani ty të do ajo se shikoj unë e kuptoj. Top G, Ne, prit. Këtë do zgjedhje ti profesorin a Mojsin atë? Zgjidh tani Top G, gjoj sekond. Mendohu mirë para se të përgjigjesh. Përgjigjo tani, këtë do të zgjedhje ti Top G, mua profesorin. Në raftë parë unë me profesorin, një sekond se po flas. Në raftë parë unë me profesorin nuk kemi shkruajt asnjëherë në privat asnjë përshëndetje. Okej? Që më kuptojnë njerëzit tani? Ta ere ke refuzuar. 19 herë të 20 një thash do mendojmë. 20 herë? Ore, prapë vazhdojnë, o profe, rrim mirë për zotin se besoj njerëzit e re. Jo, po më ke shkruajtur tani them se më ke shkruajtur zoti i madh. Edhe unë kam shkruajtur e ti më ke shkruajtur. Alli i madh tani besoj njerëzit, po le të besojmë shkruajmë mua. Po serioz atë fol. O, Top G, tani njerëzit besojnë në shpunën e tyre. Më ke shkruajtur, të kam shkruajtur, kemi fol, e kemi lënë për të takuar, nuk kemi mundur dot. E kemi lënë prapë për të takuar, nuk kemi mundur dot, dhe e kemi lënë kismet do takohemi. Tashti tani janë sa gjëra që janë realitet tani, nuk po. O profe, shiko, ti do doje shumë të më takoje mua, po nuk e ke këtë shansin, okej? Ore, serios. Muhabeti është. Muhabeti është se ti më ke shkruajtur, kam shkruajtur unë e para. Tani qa bëhet? Ore profesor. Ore hoq, a më ke shkrujt? O më ndihmo për sotin. Ti Një mojë qik Mojsin, zile pak në situata. Jo, prit tani. Këtë do profesorin a Mojsi? Po pse duhet të dua dikën ajo dy, unë si për shembull. Qa kini, qa më ofroni mu ju? Ne të ofrojmë vetëm këtë do të zgjedhje tani mua profesorin. Vazhdo. Nuk kam internet. Ke internet shumë mirë, këtë do të zgjedhje mua profesorin, pyetja e fundit. Do rrini mirë tani? Me gjithë të Po do është pyetja e fundit. Kire profe. Pritja se ndo fol kalamaj këtu. Edhe 10 sekonda ki. Këtë do zgjedhje, mua profesorit. Po të zgjedhësh profesorin mos më ngel hatri, vetëm thuje. Jo më zgjidh, nuk ka gjë, nuk mërzitemi në asnjëri. Këtë do zgjedhje mua profesorit. Përse, kush është i interesuar për mua? Ja. Po, super, ti je interesuar për ne, moj. Zgjidh. Tani pyetje, këtë do kishe zgjedh pra, mu a profesorin? Përgjigju. Mojzia e shok me i vjetër edhe normalisht të zgjedhja Mojzien. Bravo, shumë mirë.
Në rregull. Unë tani të refuzoj. Unë tani të refuzoj. Vetëm që ke shkruajt me shokun tim gusht, vetëm që ke shkruajt me shokun tim gusht, unë të refuzoj. Nuk du. E shikon, a të thash që mendoj mirë para se të më shkruash? Unë tani që ke shkruajt ti me profesorin, pranoj refuzimin, nuk pranoj jem me ty. Profesor, mos fol kot se nuk të kam shkruar unë ty, po më prishet. Tani që ka shkruajt ti o profesor, unë nuk pranoj. Një sekond. Tërhishem automatikisht. Seriozisht i ke këto që thua? Nuk ke shkruar ti mua? Tërhishem automatikisht o profesor, nuk pranoj. Jo një sekund, ti ke një gjë autopsisin, ti e di shumë mirë që unë nuk nxjerr gjë këtu, edhe kjo pjesë këta e ketë sigurt, e di tipin tim, edhe unë nuk nxjerr. Nuk jam ata. Ja, mos nxjerr gjë ti profesor. Jo një sekund, gjo. Gjo tani, gjo një sekund, gjo, dale tani topçi. Tani. Trike doje me lifti tani këtu, okay? Profesori ka shokën, nuk gënjen profesori. Nuk e di se çfarë ndrike do të lidhesh. Po intrige mo. Intrigun këtu? Intrigun këtu që kemi lënë për të takuar bashkë, dhe që kemi... Ore, kush ka shkruaj ty? A ishim të Bolojne, kush ka shkruaj ty? Mu më doli tabela. Mu më doli tabela. Okej. Unë tërhishem ati vajzë. Tërhishem automatikisht. Atëre, vazhdojmë programin, na falë se unë besoj profesorin për vete. Po deshe tha lere këtë muhabet për mua, tha kemi kaq kohë shok bashkë, tha, mos nxjerr gjë aty, tha, dhe unë s'kisha në mend nxjerrjen. Jo, mos më bëj mua të mori njëri në telefon ty edhe lere këtë muhabet. Po trego tani më rrogësie, mos ma saro nervët mua, se e di nervin tim ti. Kush ka shkruar? Mirë, një sekond. Nga e di unë nervin tënd. Nga e di unë, se qa nervi ke ti? Bravo, nga di profesori. Kemi qenë në për live. O, gjëjnë se këtë të bëgjë. Me gjithë respektin që kam për ty, me gjithë simpatin që kam për ty, je shumë vajzë e mirë, je shumë vajzë pozitive. Nuk e simpati, se në momenti që ti po mundohesh tani të më nxjerrësh mua keq, që unë të kam shkruajt në për private ty, se unë nuk jam gostë që shkruaj në për private, okej? Po mirë, të kam shkuajtur unë. Po je përgjithësi. Se shkruajtër mua, mos ja fut kohë tani, se merren gjërat se... Po është e vërtetë, profesor, kjo, është e vërtetë, profesor. Për nervin, po të them. Nuk dua të kem të bëj me atë nervin tënd, se e di se kur bëhesh me nerva, nuk fillon për të folur e nuk pushon me dhe shqetësohesh shumë, edhe nuk dua që të bëhesh nervrike. Qërët, në ore 21 Unë e di shumë mirë kush person të ka marrë ty në telefon. Oho, edhe këte e di? e mori hoxharë. Po, edhe këtë e di. Ja. Që se e di ai person unë nuk bëj bëdalin që të tilla. Ore profesor, po mirë ati, as kishte në njëri tjetër shqit profesorin të lac? Kjo është edhe i keshë. Hece mere veshën e mujësi. Ate mere veshë, as kishte në një. Tani unë të bëgji, unë besoj profesorin, e kam shok, edhe unë besoj profesorin. Do me thana profesor... Po të mere me atë nervin tënë të bëgji që ti ke. Më ka bërë mute mu, okej, kjo më ka bërë mute, më ke bërë mute ti të bëgji. Më ke bërë mute mu ti, bravo. Tani, shumë mirë bërë që më bëne, unë mendoj që profesori thut vërtetën. Edhe, tani, unë tërhishem automatikisht. Mua ti nuk më pëlqen. Këtë telefonat, tani ishte hoxha. Unë tërhishem automatikisht. Tani ishte hoxha ky që mori. Unë nuk e besoja që ti me ndroje me profesorin, ai tu lacë unë me flok gjata. Tani ti me pas ke ndruar mua, Tani ishte hoxha, edhe më tha, ure seriozisht e ke më tha mua po jo tha. thuj hoqës e vërtetrë. Mos gënjej do të gjia. Kam e kam, ti e di. Do me thënë, të që the ti profesor është e vërtet. Nise se tani do të filloj të flasë unë, nise. Qa nuk e seriozisht, ja? Ama se nuk dua të zihemi, seriozisht. E di se ke nerva, për kokë tënde. Ore, tani që ta marrë unë seriozisht, qa kishe seriozisht? Qa do marrë seriozisht?
Po, do ta marr unë seriozisht tani këtë muhabet. Qa kishe seriozisht? Ti ka shkruajt unë në privat? E vërtet o profesor? O, do të gji, e lëm të muhabet, unë do të thash, të rriqem unë. No, nuk e le fare. Jo, nuk e le fare, se unë po bëj meme këtu, okej? Da, meme po besh, ose le koqenje nami do seriozisht e ke. Pas andaj gjojnë sekund, tjede po beri meme prape bukur ke bërdaj. Jo, thuja profesor të vërtetën, në profesor. Profesor, thuja të vërtetën, profesori nuk gënjen, profesori është i drejt në lajtë. Moj se s'ka as internet mirë, shejtan, kap një vend që ke internet mirë, se në hoqe trurë. Profesor, qatë gjeti o profesor. Po glok. Lasi tani. Hëre top gjire, hëre profesor, i ku interneti. Of. Lasi karatea tani. Po, që profesori i qa botë të në për lajtë. Lasi grushti tani mojësi. Mirë, qa botë në për lajtë. Moj. Po tani? Tani po hea se dhe që pas jemi të gjuar fare, unë s'po të gjuar qa po thoj, e kam një orë këtu, po thesha mojësi, o mojësi se të gjuar fare. Hëre të gjire, këtë ma të ma? Po e di drejt. Që nervi, jo, nuk mund bësh me nerva, po i njëri që thu të vërtetën. Se më bë këto lojra kështu, kur e di shumë mirë që edhe memet unë i urrej. Atë se dia, atë s'ma ke thënë. A nuk të ka shkrujt ata? Jo, atë s'ma ke thënë. Po mas më thoj mund që të kam shkrujtën ty, se unë jam njëna goca të ti shkruj as njëri këtu në TikTok, okej? Edhe stop me këtë lojnë, unë po të them, lëre me kaq këtë muhabet. Po. Mos të talojnë Nëse po mbaj shënimun. Ore, po i mbaj shënimun. Thuaj, tale me kaq të muhabet. Nuk më intereson mua se që më banë shënim tjo shok. Ti këto lojrat bëjnë këto, laviret e tjera në TikTok. Po lere